Kujdes. Renditja e fatit për qershor 2026. Kush do të pasurohet dhe kush duhet të ruhet? Harrojeni çdo gjë që keni dëgjuar deri tani. Qershori nuk është thjesht një muaj tjetër, është një rreshtim planetar që do të ndryshojë fatin e disave prej jush brenda natës. Sot nuk do t'i kalojmë shenjat sipas radhës alfabetike, por sipas fuqisë së tyre. Kush po zbret në fund të listës për shkak të prapavijave dhe kush do të prekim majat e pasurisë? Qëndroni me mua deri në sekondën e fundit, sepse numri 1 në listë ka një mesazh që do t'ju rrëqet lëkurën. Le të fillojmë me shenjën që ka sfidat më të mëdha këtë muaj. Binjakët. Punë. Ky muaj kërkon maturi ekstreme në çdo hap. Planetet sugjerojnë se nxitimi mund t'ju kushtoj një projekt të rëndësishëm që e keni ndërtuar me muaj të tërë. Mos nënshkruani asgjë pa u këshilluar 2 herë me ekspertët, pasi detajet e vogla në kontrata mund të jenë kurthe të vërteta. Fat. Fati juaj këtë muaj varet tërësisht nga aftësia për të heshtur. Mos i tregoni planet tuaja askujt, pasi energjitë negative dhe xhelozia janë rreth e rrotull jush. Megjithatë, një takim i papritur pas datës 15 mund të ndryshojë rrjedhën nëse tregoni maturi. Pasuri. Kujdes me shpenzimet impulsive. Portofoli juaj ka nevojë për një plan strikt kursimi. Mundësi për të fituar një shumë të vogël nga një borxh i vjetër që ju kthehet papritur. Shëndet. Stresi mund të shfaqet në formë pagjumësie. Fokusohuni te meditimi. Dëgjoni trupin tuaj, ai po ju kërkon të ngadalsoni ritmin. Virgjëresha. Do të përballeni me vonesa të pashpjegueshme burokratike këtë muaj. Mos u irritoni me kolegët apo eprorët, pasi kjo vetëm do të përkeqësojë situatën tuaj. Përdoreni këtë kohë të vdekur për të rishikuar strategjitë tuaja afatgjata dhe për të korrigjuar gabimet e kaluara. Fati nuk është në anën tuaj sa i përket lojrave të fatit apo rreziqeve financiare, ndaj qëndroni larg tyre. Por, fati është i pranishëm në marrëdhëniet familjare, një lajm i mirë vjen nga një i afërm që do t'ju gëzojë pafund. Stabiliteti është fjala kyçe për qershorin. Nuk priten fitime të mëdha, por as humbje nëse jeni të kujdesshëm me menaxhimin e përditshëm. Shmangni blerjet e luksit. Kujdes me sistemin tretës. Dieta juaj ka nevojë për një pastrim rrënjësor këtë muaj për të shmangur lodhjen kronike dhe rënien e energjisë. Peshqit. Në punë mund të ndiheni sikur po ecni nëpër mjegull. Ka paqartësi në komunikim, ndaj kërkoni sqarime me shkrim për çdo detyrë të re. Mos u përfshini në thashethe me zyre, pasi do të dalë emri juaj në fund. Fati juaj është i fshehur të ëndrat dhe intuita. Një ide që do t'ju vijë gjatë natës mund të jetë çelësi për një problem që ju mundon. Ndiqni shenjat që ju jep universi përmes numrave të përsëritur. Situata financiare është delikate. Shmangni dhënien e huave këtë muaj, pasi gjasat për t'i marrë mbrapsht janë minimale. Fokusohuni te mbyllja e detyrimeve ekzistuese. Ndiheni emocionalisht të ngarkuar. Uji është aleati juaj, kaloni kohë pranë detit ose lumenjve për të shkarkuar energjinë negative që keni akumuluar nga të tjerët. Shigjetari. Energjia juaj është e shpërndar në shumë drejtime dhe kjo po ju penalizon. Duhet të vendosni prioritete të qarta. Një bashkëpunim i ri mund të duket tërheqës, por bëni kërkimet tuaja para se të hidheni në veprim. Fati ju vjen përmes udhëtimeve të shkurtra. Një bisedë rastësore në rrugë mund t'ju hapi një derë që e kishit menduar të mbyllur për gjithmonë. Jini mendje hapur ndaj të panjohurës. Ka një tendencë për të shpenzuar për argëtim dhe qefe. Mundohuni të vendosni një limit, pasi fundi i muajit mund t'ju gjejë me vështirësi likuiditeti. Kujdes me aktivitetet fizike ekstreme. Mundësia për lëndime të vogla është e pranishme. Sigurohuni që të bëni nxehjen e duhur dhe të mos e teproni me forcën. Peshorja. Qershori ju vë para një zgjedhjeje të rëndësishme. Një projekt i vjetër kërkon mbyllje që t'i lini vend të rresë.
Diplomacia juaj do të testohet nga një koleg që kërkon të marrë meritat tuaja, ndaj vendosni kufi të qartë menjëherë. Fati juaj këtë muaj lidhet me artin dhe bukurinë. Një vizitë në një event apo një ndryshim në pamjen tuaj do të tërheqë syrin e dikujt që mund t'ju ndihmojë profesionalisht. Besojini harmonisë tuaj të brendshme. Financat janë në një fazë stabilizimi. Nuk është koha për investime të mëdha, por një dhuratë apo një bonus i vogël mund t'ju surprizojë rreth datës 20. Menaxhoni me kujdes qiran apo faturat. Vini re veshkat dhe hidratimin. Konsumoni sa më shumë ujë dhe shmangni ushqimet me shumë krip. Trupi juaj kërkon ekuilibër midis punës dhe të ushqimit aktiv. Ujori. Jeni plot ide geniale, por rreti juaj profesional mund të mos jetë gati për të mos u dekurajoni, por punoni në hije për të përsosur planet tuaja. Një teknologji e re ose një metodë ndryshe pune do t'ju bëjë të dalloheni. Fati ju buzëqesh në rrjetet sociale dhe komunikimin në distancë. Një mesazh nga jashtë shtetit ose një mundësi online mund të rezultojë shumë fitimprur se në planin afatgjat. Jini kureshtar. Ka një lëvizje pozitive, por duhet të keni kujdes nga mashtrimet e mundshme online. Verifikoni çdo burim para se të bëni pagesa. Një ide inovative mund t'ju sjellë fitime pas javës së tretë. Sistemi nervor është paksa i mbingarkuar nga mendimet e shumta. Përdorni teknika të frymëmarrjes dhe lini më një pajisjet elektronike të paktën një orë para se të flini për një gjumë të qetë. Gaforja. Ky muaj ju sjell një rritje të autoritetit në ambientin e punës. Njerëzit do të kërkojnë këshillën tuaj dhe kjo do t'ju rrisë vetbesimin. Një projekt që lidhet me shtëpinë ose pronat mund të marrë dritën jeshile që prisnin. Fati juaj buron nga qetësia shpirtërore. Sa më pak të reagoni ndaj provokimeve, aq më shumë gjëra të mira do të vinë drejt jush. Një takim me një person të moshuar do t'ju jap një çelës rëndësishëm. Situata financiare po përmirësohet ndjeshëm. Mund të keni fat në shitblerje apo në zgjidhjen e një çështjeje trashëgimie. Kursimet tuaja po marrin formën e duhur për një investim të madh veror. Ndiheni më të fortë emocionalisht, gjë që reflektohet në shëndetin fizik. Kujdesuni për stomakun, duke preferuar ushqime të gatuara në shtëpi dhe produkte organike. Demi. Jeni në një fazë shumë produktive. Puna juaj e palodhur e muajve të fundit po fillon të jap frytet e para konkrete. Një bashkëpunim me një shenjë toke do të jetë çelësi i suksesit për këtë muaj të nxehtë. Fati ju vjen përmes këmbënguljes. Mos hiqni dorë nga një qëllim vetëm se duket i vështirë, sepse universi do t'ju shpërblej pikërisht në momentin kur mendoni se nuk ka më shpresë. Besoni te forca juaj. Ky është muaji i mundësive materiale. Mund të merrni një lajm për një rritje page ose një mundësi për të fituar para ekstra përmes një pasioni tuaj. Paraja do të jetë e qëndrueshme dhe në rritje. Keni shumë energji fizike. Shfrytëzojeni këtë për të bërë aktivitete në natyrë apo për të nisur një regjim të ri stërvitor. Fyti dhe qafa janë pikat tuaja të ndjeshme, ndaj kujdes me pijet e ftohta. Akrepi. Ky muaj shënon një kthes rrënjësore. Një projekt që mendonit se kishte dështuar do të rikthehet me një fuqi të paimagjinueshme. Jeni në pozicionin e duhur për të negociuar kushte më të mira, pasi vlera juaj në treg po rritet ndjeshëm. Fati juaj është magnetik. Do të tërhiqni njerëzit dhe rrethanat e duhura pa u përpjekur shumë. Një sekret që do të zbuloni rastësisht do t'ju jap një avantazh të madh ndaj konkurrencës suaj. Paraja vjen përmes burimeve të fshehura ose investimeve të mençura të së kaluarës. Është moment i mirë për të rregulluar çështjet tatimore ose sigurimet, pasi fati është në anën e llogarive tuaja. Ndiheni të ri për të rirë. Forca juaj mendore po udhëheq shërimin fizik. Kujdesuni për rigjenerimin e lëkurës dhe konsumoni ushqime që pastrojnë gjakun dhe mëlçin. Dashi. Jeni si një uragan suksesi. Qershori ju shtyn drejt sfidave të reja ku leadershipi juaj do të shkëlqejë.
Mos kini frikë të merrni përsipër përgjegjësi që të tjerët i tremben, sepse rezultatet do të jenë spektakolare dhe shumë të dukshme. Fati favorizon guximtarët dhe ju jeni në krye të listës. Një rrezik i llogaritur mirë në mes të muajit do t'ju shpërbleje 3 fish. Universi po ju thot po për çdo nismë të re që filloni tani. Fluksi i parave është i lartë, por edhe dëshira për të shpenzuar. Fokusohuni te blerjet që kanë vlerë afatgjatë. Një fitore e papritur financiare rreth datës 10 do t'ju rregullojë humorin për gjithë muajin. Keni të pris energjie, ndaj kanalizojeni atë në sport, kujdes nga goditjet e nxehtësisë dhe sigurohuni të mbroni kokën gjatë orëve të pikut të diellit. Luani. Bota është skena juaj këtë muaj. Çdo prezantim, mbledhje apo projekt që prekni do të vlerësohet maksimalisht. Karizma juaj do t'ju hap dyrë që më parë ishin të kyçura me zinxhir. Është koha të kërkoni atë që meritoni. Jeni në mbrojtjen e drejt për drejt të yjeve. Çdo pengesë që do t'ju dalë përpara do të kthehet në një mundësi akoma më të madhe. Një person me influencë do të bëhet mentori ose mbrojtësi juaj i papritur. Portofoli juaj po mbushet me ritme të shpejta. Ka mundësi përfitime nga burime që lidhen me argëtimin, artin ose pozicionet drejtuese. Shijoni luksin, por pa e tepruar me arrogancën financiare. Ndiheni në kulmin e formës suaj. Zemra juaj është e fortë dhe plot jetë. Vazhdoni të mbani këtë ritëm optimist, pasi lumturia është ilaçi juaj më i mirë. Briqapi. Ju jeni fituesi i madh i këtij muaji. Rreshtimi planetar është totalisht në favorin tuaj, duke sjellë realizimin e një ëndre profesionale 10 vjeçare. Çdo vendim që merrni tani do të ketë impakt pozitiv për vitet që do të vinë. Ky është muaji i mrekullive për ju. Gjithçka funksionon me saktësi zvicerane. Një rastësi e pabesueshme do t'ju vendos në vendin e duhur, në kohën e duhur, duke ju ndryshuar jetën përgjithmonë. Besoni te magjia. Rritje galopante dhe stabilitet absolut. Pasuria juaj po merr për masa të reja dhe mundësitë për të krijuar një pasuri të paluajtshme janë shumë të larta. Paraja nuk është më stres, por mjet suksesi. Energjia juaj është e pashtershme dhe mendja juaj është e tejpashme. Ndiheni sikur mund të pushtoni botën dhe realisht mundeni. Ky është momenti për të shijuar triumfin fizik dhe shpirtëror. Ky ishte udhëtimi ynë rritës në përhyjet e qershorit. A e gjetët veten në majën e renditjes apo jeni gati të sfidoni parashikimin me forcën tuaj të vullnetit? Mos harroni, yjet tregojnë rrugën, por ju jeni piloti. Nëse e ndjet energjinë e kësaj videoje, bëni like menjëherë që ky parashikim të funksionojë për ju. Për të vulosur fatin tuaj këtë muaj, shkruani në komente fjalën magjike. Po, unë e pranoj dhe tregojeni shenjën tuaj. Bëni subscribe dhe aktivizoni zilen që të jeni të parët që merrni kodet e universit. Dhe nxitoni. Për të marrë këshillën sekrete që nuk e thash në video për shenjën fituese, bashkohuni tani në kanalin ton në WhatsApp përmes linkut në përshkrim dhe komentin e parë të fiksuar. Shpërndajeni këtë video me miqtë tuaj që edhe ata të jenë të përgatitur. Shihemi në videon tjetër, Zëri i Universit ju përshëndet.